Nëse keni marrë një mesazh në WhatsApp që ju kërkon të klikoni një link për të votuar apo konfirmuar identitetin tuaj, kujdes, mund të jeni shënjestruar nga një skemë mashtrimi që synon të marrë kontrollin e llogarisë suaj. Këto sulme, të quajtura ghost pairing, zakonisht nisin me një mesazh që vjen nga një llogari e komprometuar në kontaktet tuaja. Në Çeki, përdoruesit morën mesazhe që thonin "pash të foton tënde te ky linku", kurse në Shqipëri, mesazhet ftonin njerëzit votonin në një konkurs. Në gjitha rastet, pasi të klikoni linkun, do të kërkohet të identifikoheni duke i dhënë faqes numrin tuaj të telefonit. Më pas, faqja do të kërkojë të fusni një kod 8 shifror në aplikacionin tuaj të WhatsAppit. Ju mendoni se sapo keni kryer një kontroll rutinë sigurie, por në fakt, sapo i dhat dikujt akses dhe kontroll mbi llogarinë tuaj. Ky sulm shfrytëzon mundësinë që jep WhatsAppi për ta përdorur llogarinë në më shumë se një pajisje. Pasi keni dhënë numrin tuaj të telefonit, sulmuesi ja kalon ato WhatsAppit, duke kërkuar të hyjë në llogarinë tuaj nga pajisja e tyre. WhatsApp gjeneron një kod që duhet ta fusni ju në aplikacionin tuaj WhatsApp për të hyrë në llogarinë tuaj nga një pajisje e dytë. Sulmuesi kopjon këtë kod dhe nëpërmjet faqes mashtruese ju kërkon të fusni kodin në aplikacionin tuaj. Nëse ju e bëni këtë, tani pajisja e sulmuesit ka akses në llogarinë tuaj. Tani ai ka po aq kontroll mbi llogarinë tuaj sa ju dhe mund të çojë të njëjtin mesazh ka rrem që ju mashtroi ju të gjitha kontakteve tuaja nën identitetin tuaj. Dhe ju mund mos jeni ndjenjë fare, sepse llogaria juaj punon si zakonisht. Një mënyrë për të zbuluar nëse keni rënë projekti mashtrimi është kontrolloni pajisjet e lidhura në aplikacionin tuaj WhatsApp. Nëse shihni pajisje që nuk e njihni, mund klikoni mbi të për ta shkëputur llogarinë tuaj prej saj. Kujdes nga faqet që kërkojnë të fusni një kod në WhatsAppin tuaj. Futja e kodit duhet ndodh vetëm në faqen e WhatsAppit ose nga brenda aplikacionit. Kështu që kujdes, qëndroni skeptik.